Mirëmbrëma edhe mirë se vini në debat për një me në zgjedhjet lokale 2025. Sonte jemi me kandidatët për kryetar të komunës së Vitis. Në debat për një me, i cilër debati i vetëm i realizum me standardet e fact-checkut, standardet e verifikimit të fakteve dhe i vetëmi debat i cili përcjell premtimet e kryetarëve pasi që zgjedhen. Do të flasim për ndërtimet e banesave, zhvillimin 4 vjeçar të komunës së Vitis, tash në garën. Për kryetar të Vitis po garojnë 4 kandidat, të gjithë prej cilëve janë sonte me ne. Faleminderit që s'ka dezertor as në Viti, ata sipas rendit alfabetik, kandidat për kryetar të Vitis janë Arsim Ademi nga Lëvizja Vetëvendosje, Bekim Azizi nga PDK, Lavinot Bislimi nga AK, edhe Sokol Haliti nga LDK. Po e fillojmë 2 minutat e parë, janë për prezentimin e platformës për secilit për jush, po e fillojmë për juve, zotni Ademi, 2 minutat e platformës për Vitin në 4 vite të ardhshme. Atëherë, faleminderit fillimisht për ftesën. Po Lëvizja Vetëvendosje edhe në këtë garë garon me një platformë të saj politike dhe me një program të saj. Po para se me folë për platformën, mendojmë që në Viti është shumë e rëndësishme ndryshimi i mënyrës qeverisjes që është bota tash edhe për këto edhe jemi në këtë garë. Lëvizja Vetëvendosje ka një program qeverisës që bazohet në disa shtylla që janë fillimisht qeverisja e mirë dhe transparente, çka i ka mungu realisht Vitis këto vitet e fundit, dhe jo vetëm mandatin kalum, po edhe disa mandate tjera. Arsimi, sporti dhe kultura janë domosdoshmë shtylla e dytë ku do të kemi fokusin maksimal, për shkak se mendojmë që është shumë e rëndësishme, sidomos fusha e arsimit, po palon anash të dy tjerat, shërbim më të mira shëndetësore dhe mirëqenie sociale dhe dinjitetshme, për shkak se e dim që në Viti shumë prej ambulantave që janë aktualisht ose nuk punojnë fare ose janë pa mjek, vetëm me infermier, shërbime publike efikase tek cilat hen edhe furnizimi i mjaftueshëm banorëve me ujë ose furnizimi në fakt, sepse shumica banorëve nuk kanë çastë ujë të pishëm, po sigurisht të trajtimi i ravzeza, menaxhimi i mbeturinave, gjithë këto. Planifikimi urbanistik dhe infrastruktura është një prej shtyllave tjera ku ne do të kemi fokusin e veçantë për arsye se në Viti ka një kaos urban, edhe kjo jo rastësisht, realisht kjo është bën vitet e fundit kështu me një paramendim, po besoj edhe një moskujdes total, dhe mbështetjen në zhvillimin ekonomik dhe atë bujqësisë. Deri tash, sa i përket mbështetjes në zhvillimin ekonomik dhe atë bujqësisë, po sidomos bujqësisë ka pas disa subvencione që janë dhënë, që ato subvencione realisht nuk janë të bazuar në meritokraci, nuk i jepen shpeshherë njerëzve që kanë nevojë, po njerëz që kanë lidhje, që janë të afërt me pushtetin, ata janë përfitues edhe realisht ato pastaj i shesin të njëjtat makineri që i marrin ose edhe serat i shesin te dikush tjetër. Kjo është diçka që nuk duhet mendohet në Viti. Faleminderit. Bekim Azizi, platforma juaj e PDK-s për Vitin. Faleminderit shumë. Zbashku në këtë rrugtim me qytetar, me profesionista, me njerëz të mirë, jemi mundu të jemi me një vizion të qartë për qeverisjen gjatë mandatit që po vjen, në pikat të caktuara në bazuar në nevojat e përditshme të qytetarit, jetesës së qytetarit, duke specifikuar gjitha problematikat dhe duke i orientuar drejt zgjidhjeve të tyre gjatë këtij mandati. Bazuar në gjitha këto, orientohemi që infrastruktura në përgjithësi të jetë më e modernizuar për të mundsuar më shumë një zhvillim lokal ekonomik, sepse dim që pjesë periferike, veçanërisht komuna e Vitis, ka nevojë për më shumë zhvillim ekonomik, zhvillimin e investimin e kapaciteteve të saj, që të jetë më jetueshme, të jetë më përballueshme jetesa në atë pjesë dhe më zhvillueshme edhe tyrat më të mirë për familjet, për ekonomi familjare, për ato që jetojnë në atë vend dhe ta bëjmë më atraktiv për njerëzit dhe qytetarët që jetojnë në komunën e Vitis. Kujdesi i veçantë, domethënë, do të jetë në arsim, ngritje e cilësisë artim, rregullimit të kushteve të përgjithshme për zhvillimin e procesit, ngritjen e dijes, kthimin e disiplinave në shkollë, hjekjen e politizimit të procesit të arsimit, japjen e kompetencave përgjithësi drejtorëve të shkollave, menaxherëve të shkollave, sepse kjo domethënë politizimi i shkollave ka shkaktuar dëm jashtëzakonisht të madh, të cilën do tentojmë me çdo kusht ta hjekmi politizimin e shkollave. Shëndetësi më të mirë,
shërbime më të mira publike, bujqësi më të mirë duke orientuar subvencionim, edhe për bujqit, edhe për blegtarët, edhe për gjithë ata të cilët janë, punojnë dhe jetojnë në pjesën e Vitijës, dhe një kujdes i veçantë do të kushtojmë Vitija një smart city, një qytet i cili do të jetë i digitalizuar për shërbimet e qytetarëve, do të orientohemi jashtëzakonisht shumë në mundësinë që qytetarët të kryejnë shumë shërbime përmes çështjeve digjitale, përmes formave të ndryshme, platformave të ndryshme që do t'i orientojnë në komunën e Vitijës qartë më madh. Labinot Bislimi, platforma juaj e AK-s për 4 vitet e ardhshme. Faleminderit. S'pari desha të them se unë jam dakord me dy parafolësit e me për gjithë shka që thanë, sepse janë gjërat përgjithshme, pra zhvillimi ekonomik, arsimi, krejt këto që u thanë, krejt në rregull jemi. Ne kemi në fokus pra ujin e pijës dhe regjimin e ujrave, që është çështje urgjente dhe në të cilën dosje ne për një herë do të fokusohemi. Mbi këto e kemi një plan, do të thotë konkret, të qartë, të studiuar mirë për gjatë gjithë këti 4 vjeçari ku kemi kalu shumë kohë edhe në teren, edhe në studime përkatëse, po edhe në konsultime të drejt për drejta me urbanist, arkitekt, inxhiniera e tjerë e tjerë. Në këtë rast, në Budrik e kemi kundërshtuar zonën ekonomike dhe atë zonë do ta zhbëjmë. Është absurditeti më i madh që ekziston në politikë, në historinë e politikës dhe ekonomisë të ndonjë vendi. Dhe aty do ta bëjmë liçenin e Budrikës, sepse aty ndodhet pellgu nëntoksor, në Pozharan do ta bëjmë liçenin gjithashtu të Pozharanit, po do të jetë më i vogël dhe krahas kësaj do t'i ndërtojmë 120 deri 130 gjole, pra akumulues të ujit të gjërë në përpellgjet e Vitijës. Gjithashtu për ujin e pijës kemi planifikuar një seri të gjërave, sepse do të punojmë në burim të ujit dhe jo në rrjetizimin e tena, ku një rrjet të cilin e ka instalu kolegu këtu afër meje në Tmajt, është dëmtuar dhe ka dalë që ka qenë komplet një mashtrim për të cilin besoj se do t'jep përgjigje herdo kurdo para prokurorisë për këtë çështje. Në lidhje me arsimin, ne jemi të vetmit në fakt, që në 2022 kemi vizituar të gjitha shkollat e Vitijës dhe pas kësaj vizite, pas mbledhjes së statistikave në teren, pas mbledhjes së të dhënave në anten e statistikave, pas studimeve përkatëse, gjëre gjatë, ne do ta bëjmë reformën e arsimit dhe jemi të vetmit që kemi shkruar një reformë të arsimit të plotë. Faleminderit, Sokol Haliti, platforma juaj. Faleminderit shumë Jeta për mundësinë, më lërni të përshëndes juve teleshikuesve që ju përcjellin, qytetarëve të Vitijës të përshëndetin veçanti për dhe mërgotës Vitijas e Spori. Natyrisht ne kemi punuar shumë, Vitija ka të arritur atje zakonshme, por i duhet vazhdim komunës Vitijës i vizionit dhe i punëve të mira, që në 4 vjeçorin në ardhshëm të ecim edhe më fuqishëm drejt zhvillimit dhe modernizimit. Ne kemi ndërtuar themelet qëndrueshme dhe tash është koha që t'i zgjerojmë ato. Kemi ekip të përkushtuar, përgatitur, profesional dhe jemi plotësisht gatshëm ta çojmë Vitijën në një fazë më të lartë zhvillimit. Programi ynë 4 vjeçor nuk është vetëm listë premtimësh, por plan i qartë i zhvillimit që përfshin në rritjen e investimeve, modernizimin e bujqësisë, përmirësimin e infrastrukturës rrugore urbane, digitalizimin e shkollave, furnizimin e qëndrueshëm me ujë të pijshëm në tërësi, avancimin e shëndetësisë dhe rritjen e aktiviteteve sportive e kulturore. Angazhimi ynë për mandatin e ardhshëm do të fokusohet në funksionalizimin e plot zonës ekonomike, zonës industriale e kundërta e asaj që e tha parafolësi, krijimin e ortës komunale për investime, krijimin e zonave të reja ekonomike për shkak se ne kemi miratuar LTN2 edhe në kuvendin komunal, përkrojnë dhe fuqizimin e prodhimtarisë primare, ndërtimin e rrugëve alternative që Vitija ka nevojë dhe vetëm se kemi filluar, krijimin e parkingjeve, zgjerimin e rrjetit rrugor dhe me ndërlidhje me qendra tjera dhe themelimin e Akademisë Teknologjisë Informative, ndërsa në anën tjetër digitalizimi i plot dhe profilizimi jo vetëm i arsimit, por edhe i shëndetësisë, i sistemit arsimor edhe i shëndetësor, konform nevojave të tregut është vërtet prioritet ynë. Furnizimi me ujë nëse ka katëruar për këtë Vitijën natyrisht me projektin e Bankës Botërore 6.5 milion që kemi nënshkruar vetëm dhe është tenderuar dhe është zgjedhur fituesi, do të jetë një prej sukseseve tona të radhës. Ndërtimi i parkut qytetit, ndërtimi i parkut kompleksit ekoturistik në Gryt Morovës, natyrisht ndërtimi i objektit të ri që KMF-s do të jetë një prej prioriteteve mbi prioritetet. Koha, dhe qendra kulturore në Pozharan që do të jetë prioritet në vend. Faleminderit. Koha për replik, Arsim Ademi. Është
Është absurditet me ndëgju kryetarin të folë për zhvillimin e për vazhdimsinë e zhvillimit, kur në fakt ai garën edhe në këtë zgjedhje me të njëjtat premtime që ka garu qysh mandatën e parë. Ka pas 3 mandate për me realizu këtë punë, nëse flasim vetëm për ujin e pishëm, tash po dënë me thonë që ky e ka nënshkruar kontratën me Bankën Botërore, që është absolutisht e vërtet. Ky ka taku atë të Bankës Botërore kur ata kanë ardhur me i taku banorët e Letnicës për me u shpjegu për efektet ambientale, për përparësitë që kanë me pas si komunitet, për gjëra të tilla. Aty ka taku në zyrë dhe ka dalë me një lajm që gjëja se ky ka bë në tonë atë punë. Në fakt ky është spektator në atë punë, nuk ka kur gjë tjetër. Sokol? Unë ndëgjova programin e zotërisë në fjalët të tjerëve dhe poshtë që këta morën më tepër me replika dhe identifikim të sfida dhe problematika, ndoshta edhe kritika, e jo në eksplikim programit qeverisë. Për shkak se unë kam edhe program qeverisë, por në anën tjetër kam edhe korniza vetëm buxhetore të përpjektë edhe projekte për secilin projekt, ndërsa ja ku është kontroll të Bankës Botërore, ku edhe përfituesi u zgjedh në vlerë 6.5 milion për xhirimin e kapaciteteve të ujit në Letnicë, ndërsa komuna i ka kryer gjitha detyrimet e veta që i ka pas sipas marrëveshjes. Jo, veç kallëzëm, a jeni nënshkruesi atij dokumentit, se unë di që ka kontratë, por problemi që kontrata është me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Ju jeni spektator, ju jeni. Po, është e vërtetë që edhe jam nënshkruese, jam përfitues Komuna Vitrinjës dhe kryetari i komunës i këtij projekti, por në të rresht kam qenë negociator, por edhe kërku. As nuk ke pas lidhje me këtë punë, zoti Aliti, ti ke pa vesim sa afer kur kanon viti. Faleminderit shumë. Por unë vetëm diçka sa i përket një replikë tjetër të ajo që në vend të eksplikimit programit vetë qeverisë ky përmend subvencionet për bujqësi, ndërsa po harron se zëvendës ministri i bujqësisë edhe ky vetë është zëvendës ministër edhe tash aktual në qeverinë detyrë në fakt që kundërlehtëshëm po bën vendime natyrisht edhe besalladanshëm në nivel shtetit. Asnjë cent nuk e ka do komunës Vitrinjës, për kontrazi vetëm një projekt sistemi të ujitës për ty këtë më bonitative të pjesën më bonitative Faleminderit. e ka ndaluar, e ka brogu. Totalisht e pavërtet kjo që thot kryetari. Në fakt kryetari ka pas edhe një akuzë publike kështu ndaj zonës ministrit, për çka në fakt është dënuar për shpifje, edhe këto e di shumë mirë, sa i përket investime vetëm grante për 3 vitet e fundit kanë qenë 1.2 milion euro vetëm grante, ndërsa subvencione vetëm për vitin 2024 janë 2.4 milion euro për qytetarët e Vitisë. Këto janë vetëm për qytetarët e Vitisë, për fermerët nga Vitia. Ndërsa na e dim se qysh asnjë prej këtyre përfituesve nuk ka qenë i lidhur me dikon, asnjë prej tyre nuk ka pas nevojë me dhon koha. Në fakt ai zëvendës ministër veç me shpifje u mor edhe me akuza ndërcjellje me pushtet lokal nuk u mor me nivel qendror, sikur që nuk mirët as zoti Ademi. Zëvendës ministër i këtij niveli llogaritet Ministrinë e Arsimit, Sistemit Zhvillimor Kryesor të Arsimit dhe zëvendës ministër në Sistemin Zhvillimor të Bujqësisë, kur faktikisht Sistemi Zhvillimor i Arsimit dhe Bujqësisë, dy zëvendës ministra do të më qenë truri i organizimit shtetëror, në fakt shikoni nivelin me çka mirët pa argumente, kur unë më dhon argumente që 2400 fermer vetëm për 3 vitet e fundit i kemi ndihmuar Vitin. Koha? Në fakt që po thot për mua si zëvendës ministër në këtë rast, po edhe për ai në fakt nuk është marrë me shpifje, ai e ka bë akuzën për shkak se ky ka thonë që ai nuk e ka penguar sistemin e ujitës, në fakt ky s'ka dërguar projektesh. Sa i përket punës zëvendës ministër të Arsimit, besoj që Vitia sot se kish 2 qerdhe, nuk e kish qerdhën e tretë nisën pa mbështetjen edhe të zëvendës ministrit. Sigurisht edhe me miratimin e qeverisë, se qeveria asnjëherë nuk i ka ndalë investimin në komunën e Vitisë, po janë shumë investime, janë mbi 18 milion investime që janë bën komunën e Vitisë për nivelet qendror. Okej, Labinot Bislimi e ka arenin, Mandej Bekimi. Urdhë. Faleminderit. Spari desha ta qartësoj për qytetarët pozicionin tim. Në fakt në këtë platoj vetëm në opozit jam unë. Që ta kuptojmë që s'ka qenë pushtet, se këta 3-8 kanë qenë. Këta 2 kanë qenë bashkëqeverisje, kurse zotëri Ademi i ka pas 5 vjet 50% të votave dhe krejt parlamentin, pra edhe zëvendës ministër, plus edhe Imri Demelezi që ka qenë zëvendës ministër. Pra, në këtë aspekt, kur pini të fol, edhe janë krejt arsye banale, sepse engatrojnë regullisht kompetencën edhe autoritetin, 2 bashkëfolës, po kjo tjetër. Kurse... Labinot, Bekim. Faleminderit shumë, në për lidhë në drejt për drejt e çështja ujit të pishëm, ku sot Instituti Atlas ka publiku
hulumtimet e ujit pishëm, ku të regon që vitinja është e 35 në renditje me 32.3%, të regon që përmi 77% e qytetarëve ekonomie familjare nuk kanë ujt pishëm. Dhe mas 12 vjetë që ka qeverisë Sokoli, do më thonë full sot për ujtë pishëm, kjo është ma e keqja, do më thonë që sot diskutojnë në këto. E dimi që kena bo jashtëzakonisht punë, është tash të ndërimi, mi po menaxhimin e ujrave është duke e bo ministria dhe kjo, do më thonë, është pejbon kërëzbatore që është... Kush është në qeverisë, edhe kush ka qenë, edhe kush është në opozitë, edhe kush ka qenë më herët në pushtet. Është temë që vitinja e din, po kush ka punu për vitin dhe kush punon, gjithashtu e din. Prandaj edhe në kuptimin e ujit pijës. Për ujit pijës mund të organizojmë një debat veçantë dhe mund të diskutojmë edhe për vendimet që janë marrë mes desinë zvicerane, për mbulueshmërinë e ujit, edhe për kryimin e obligimeve komunale, edhe për kompetencat regionale, për hidromorovën, për kompetencat ligjore që i ka nga Parlamentit Kosovës, edhe për të drejtat dhe kompetencat që i ka komuna. Unë ja kësha dhonë në një çmim zotit Sokalaliti për punën e tëna, po e kish pas marrë një asë misionari paqës për një qëje ku e ka pagu 7 mjerë. Që e ku është artikulli, e keni të insajderi, se kjo çmim e merë për ditë për punën e bome, po se qysh i pagun edhe një e ka marrë pronë, për mirë njëje. Po krejt vitinja e din që nuk ka ujtë pishëm në vitin dhe që gjithë shka që flet nuk është e vërtet. Kjo është një problem serios me qytetarët e vitinjes, sepse nuk kam po, për me të kështëllon një qmim, edhe për me thonë ata që nuk është. Bravo të qoftë. Sokol. Faleminderit shumë për shohën që beban. Unë nuk unë paguaj çmime, as paguaj çmime. Jo, shohën e bën. Unë jam një misionor i poqës, po jam edhe misionor i punës, po jam edhe misionor i ndërtimit kapaciteteve komunale shtetënore. Prandaj, kur kam qenë në misionore, kur kam punu, faktikisht i s'ka qenë këtu heq dhe se ke ditë fore çka është punu edhe si është zhvillu vitinja. Po është mirë që ke orë dhe peshef, është mirë me kriju përvoj jo vetëm formal juridike, po edhe reale praktike, dhe është mirë me po si ka qenë vitinja kur e ka udhëheq dikush tjetër para meje, e si është si që është tash mas meje. Atëherë, zote Sokalaliti e dhe që unë jam djali Gjevat Bislimit, themelusit të PDK-s në Vitin dhe ai që e ka qu në fitore PDK në Vitin. E vetëmi shesh dhe pjesë e sheshit e cila është ndërtu dhe nuk ka shtylla në Vitin, edhe është rregulluar me ç'është duhet, se ti ke qitë në fund pllakat eventualisht për mi. Po çdo sant që u bën Vitin, që ju ka vënë rani, ju ka vënë për Gjevat Bislimit. Dhe unë tek se jam djalli tëna, kam qenë prezant për gjatë gjithë kohës në Vitin dhe çdo kush e di se sa kam qenë prezant në Vitin. Ma shumë se te që ke pi kafe aty. Unë nuk kam, nëse bën, unë nuk kam kur gjon këna Gjevat Bislimit, as ku në rëteje. Sigurisht që s'ki. Kam as ku në një rivoli kulturën politike, kom rujtë dhe kom rujtë dhe në fund. Por nga rruga e progresit Vitinjes, as te as kërkush në qëtë një Vitinjen, për ju të regoj drejt as muhe. Për shkak se ne jemi të vendosë në popullota e Vitinjes, që Vitinjen me nxjerë për te kufive administrative, me gjitha zhvillimet edhe progresin e vetë, edhe infrastrukturur, edhe ambiental, edhe shëndetësur, edhe arsimur, por në nën tjetër, Zoti Azizi, vetëm pak, replikë dhe Zoti Azizi, bekimi që sot ta respektojmë kohën. Pam dhe të respektojmë kohën, sepse zakonisht... Ja, ani këthejnë unë e replikës dhe e shtoj. Mu po vjen mirë që po e pranoj që punë që janë bënë Viti, janë bënë në Partinë Demokratike, dy mandatet që ka qeverisë në Zhbiden Arifi, dhe ato themelit që janë vendosur asaj kohe, janë domethënë duke i gëzuar gjithë qytetarët e komunës Vitis dhe pas asaj kohe nuk u bë asgjë. Ajo pjesë që është bon, veç merre kaldermi që e ka bon komunë Vitis, krimi më i madh që është bon është ndërtimi i kaldermit me cilësinë më dobët që është. Ai do të ndrohet gjatë vitit tashëm me ardhin teme në krye të komunës dhe po them që Begunca e Ktina nuk ka ujë ka pas kur u bë kryetar, mirë po tash nuk ka as Begunca fshati i tij ujë nuk ka që të qeverisë. Prit, Sokol. Faleminderit shumë Zoti Azizi, edhe për ato për 12 vjet që bëj përmend, edhe për partner serios që ke qenë i përgjegjshëm në qeverisë që edhe sot me rrugë je fatikisht në partneritet me 4 drejtori plus. Jam kryetar. Por unë po them kështu. Unë po them që Vitinja e dhe mas mirë
amo ti ke posë rast, sigurisht më mësu ofër meje se si zhvillujmë partneritetet, si nxjerrën grondet e performancës, si bëhet auditimi social, si qeveriset me transparencë, se me llogaridhënie, si nxjerrën thithën investime edhe si njën strategjinë 2030, si nxjerrat mësisia dhe projektet të eficientës. Gradi i performancës nuk përfitohet për VTI-s, jashtëzakonisht VTI-ja domethënë çështjet që është udhëheq e ka dhe raportin e auditimit më të keqin dhe që raportin e GOP-it, raporti i auditimit, raporti i auditimit është raporti zyrtar që tregon mënyrën e udhëheqjes së komunës. Prandaj domethënë raporti i auditimit tregon që 4 vite i kemi humbur domethënë grondet dhe VTI-ja nuk ka mundësi të përfitojë grondet. Edhe ato grondet që janë fituar para 4 vite janë shpenzuar keq, janë shpenzuar gabim që demosi Zvicran për ditë domethënë çani mbjella dhe kërkon domethënë kthimin e borxheve për mos realizimin bazë të kontratave që janë shkruar bazë performancës që është fituar. Saktë ki raportin e auditimit vetëm shënoje në investimin atje se për shkak raportit e auditimit kualifikohet në disa komuna për shkak kontratës kolektive që komuna nuk kanë hiç pajtuar për partia Juve edhe partia në pushtet. Jeni për shkak se e keni nënshkruar kontratën kolektive ndërsa e keni bord komunave përgjithësi dhe nga përmbarues shumë komuna kanë bankrotuar. Vitin s'kan mujt me bankrotuar për shkak se unë jam aty. Dhe me grondet e performancës, me investimet nga jashtë, me partnerët, me partneritetet që kemi kriju, e kemi kriju edhe të projekte që përmendën një nga një. Tete bun ka botnore sot komuna e Vitis do mos e galeritë e ka futur mbi 6 milion borxh komuna e Vitis, mbi 6 milion borxh me kontrata që kanë shkruar edhe vjeçore, edhe për energjitë eficiencës. Ka kontratës kolektive atjera? Jo, më fal, domon që ka domon çështje tjera. Borxhet që janë domon mbi 6 milion janë që i komzer prej drejtorisë financave që janë domon zyrtare gjitha këto dhe këto borxhe domon janë të filluar prej firmave, të filluar prej kontratave të cilat i ka, të filluar prej gjitha këto. Unë ti jap me kontrata, shembull kontrata Shpjeguaj. Kontrata për shërbimet e energjisë të eficiencës 3.1 milion euro. 3.1 milion euro. Ata shpjegoj unë se nuk është nënshkruar, domethënë kjo kontratë është për 10 vite, është për të realizuar për 2 vite, 2024-2025, as domethënë nuk është e paguar. Faleminderit Sokol. Është marrëveshje memorandum që komunat kanë nënshkruar me Fondin e Eficiencës në Energji, Fondi Kosovar për Eficiencë. Është kontratë e komunës Vitis që ka obligim për 10 vite. Nuk e ka informacionin e saktë vetëm për përzin. Prandaj ky është edhe në partneritet fatikisht ky kryesues kuvendit, nuk do të më përzi, por do të më murr për shkak se është edhe përgjithë për shkak se kontrata për obligim borxh është. Janë miratum kuvend komunal këto vendime. Partneritetet votuan kuvend komunal. Prandaj është një mirë mollë në investim i madh për eficiencë energji në për shkolla e në për objektet komunale. I Arsim Ademit, urna. Ka lidhje me fondin për eficiencë energji, ata janë projekte tjera, do në fondi për eficiencë energji është përmes Ministrisë Ekonomisë, ato rregullimi i shkollave, do izolimi të tyre, edhe jo vetëm i shkollave, edhe i disa objekteve do që janë publike, po kjo vetëm është arsyetim i zotë Haliti. Sa i përket ujit pishëm që falë më herët, nuk e di që shka me besu qytetari zotë Haliti, kur zotë Haliti përveç se ka premtu që ka me pas ujt para 4 vite që ka premtu që ka me pas ujt pishëm 100% për gjithë qytetar, edhe ka thonë që në shumë fshatna ka ujt pishëm. Në fakt ka thonë për Skifteraj që s'është e vërtet, ka thonë për në Vërban, Smire, Goshit që ka me pas mas një muji, mas debatit në fakt që nuk ka as një pikuj kur aty s'ka rjedhuji, në Remnek është që 13 vite. Koha Sokol. Nëse Ministria e Zhvillimit Ekonomik pas ka investuar atëherë po del që Zoti Azizi është gabim. Por unë po them Ministria e Ekonomisë, jo Zhvillimit Ekonomik. Gabim për shkak se ne i kemi marrë projektet e mileniumit të eficiencës në energji, Alisja Olbrojti ka qenë vitin, ndërsa kemi vazhduar me efekte pasuese me fondet që janë bashkëparticipim me Fondin Kosovar për eficiencë në energji. S'është e vërtet, nuk është vërtet. Ndërsa sa i përket qirdhës ju mund ta shikoni që qirdhja të nderuar për vitin ka shkuar në Kamenic. Është abrëgu nga una e është pa vërtet, është pa vërtet. E para punës ajo fondi mileniumit dihet kush i ka marrë, nuk ka lidhje kë me ata fond mileniumit. E dyta, sa i përket qerdhës, në fillim këta nuk e kanë dhënë parcelën hiç për atë qerdhë, edhe kur është nënshkruar kontrata për qerdhën me 11 tetor të vitit të kaluar, është filluar tek tash në fond të marsës në fillim të prillit, për shkak të fushatës zgjedhore ka tentuar me ndalë me pengu që mos me marrë meritat qeveria aktuale ose edhe unë si zëvendësministër. Ky çdo projekt që ka ardhur prej qeverisë ka tentuar me pengu. Edhe këto për qerdhe, edhe për shkollën e Pozhorani që ka stërgjat përmes ndikimit që ka pas. Ma përmend emrin tash. Veç pak. Labinoti pastaj ti Bekim.
Unë në qoftë se kam mësu diçka prej Sokolalitit, po nërben se kam, është qysh me mashtru. Nuk ka asë edhe njëre që del flet kë njëre edhe që nuk mashtron. Dhe këta e din barë qytetarë të Vitinjës. Kurse prej këtyre dy partnerve tjerë që i kam në ndjath, kam mësu qysh me heshtë. Sepse për 4 vjetë kur nuk i kom dëgju të full. Sot, do më thonë, 8-3 janë konë për shtetë, po flasin, as keni pas kohë me folë, bekem edhe Sokola. Kjo është e puna, kalë, se jam të folë tash. Edhe zëvendës ministri, 4 vjetë, kur njerë e gojen se ka qilë. Që sot edhe njerë tjetër e kumni. Koha, Bekim. Unë e kam folë që 26 vjetë. Që 26 vjetë jam për ditë aktiv pjesën politike, aktive, qytetore, çdo aspekt. Unë e ma përmeni e njerë Sokoli, po lidhna të pjesa e kontratave të nënshkruara që përmeni të eficiencës dhe për shkolla, për izolimin, të gjitha janë me obligim. Kjo është të dy. Dhe të gërë, qërë ku i kini gjitha kontrola ku e ka obligimin, ku e ka llogarinë e bankës në LB edhe ku e ka deri për 15 vjet mi pagu. Gjitha i ka obligim. Do më që ku i ki kontrolat, ka një të japë që i ka marrë, do më thonë për kontrolat të nëshkume. Do më thonë që kina obligim për 15 vjet mi pagu këtë obligime shka i kina marrë për eficiencës. është që sharoke me dëgju këtë janë kontrolat, asin po. është që sharoke me dëgju këtë nivel debatit. Unë për ato në disa debatet tjera të s'kom shku, po unë për ofrej kështu debat shumë atë gjotë, dikon për që që të në temë veç e veç. Nuk është problem, edhe mujnë mi shkoqit, mi ekspliku, edhe mi po, edhe une a them pa vërtetën, apo a realizaj ato të vërtetën në ato që e baj premtim. Kur kom premtu, ku vendin e Lezhës me revitalizu, tërsisht e kom revitalizu, kur kom premtu zonën ekonomike e kom realizu, kur kom premtu rrugën e Kërbëliqit e kom rregullu, kur kom premtu zgjerimin e kapacitetit ujit pijës e kom fitu të nacionin. Labinat? Zoti Sokolaliti pra po ik debatit sepse u mësu me pagu televizione e me pagu gazeta dhe pikrisht edhe këtu kena me bën një ulëm tim shumë të mirë për me pas se ku pi merr ato fonde për me bën intervista të drejtë për drejta. Do të pa debat. Mirë po kjo zoti Sokolaliti ka marr fond, sepse Vitinja i ka 4 vjet ka opozit edhe nuk kemi më të lënë natë det rahat. Jo vetëm këtu në debat, se këtu nuk ja vlen shumë e zgjat mohabetin, ti e di që krejt i kum nxjerr një kanja dhe një kanja ka më të nxjerr. Badiava që i debatit. Faleminderit shumë, nuk e këmë ditë që i edhe investigus, edhe që pa tjetër, kjo puna jonë. Unë rival të konsideraj konkurrent, me diversitet, me projekte që do të angazhujnë, do t'i paraqesim para qytetarëve. Me projekte, ke qytetarë? Ne nuk ka nevoj me kësisuj debatin, se kjo është kërcënim me një farë mënyrë. Labinat mos ndërhy. Me një farë mënyrë kjo është kërcënim, kjo është shantazh, sigur që edhe dit nuk e kërcënu, mos e janë vërban Sokolaliti. Unë ne shkojnë qësh komunës të në çdo lagje se kom investu në Vërban, kom investu në rrugë, kom investu në trotuar, kom investu në urë, kom investu në dreqem, kom investu në shkollë, fusha sportive edhe në lagjën tone. Respektojnë kohën. Kush ka thonë mos hajde në Vërban? Edhe tash? Publikisht. Edhe prap po mashtrona? Publikisht. Zoti Sokolaliti o mirë. Përmes media. Është mirë. Kush më ka thonë mos hajde në Vërban? E ki publikimin. Ani gjaje pra publikimin. Hajde kur dush zoti Sokolaliti. Veç pak, Sokolaliti, hajde kur dush në Vërban. Po në Vërban për 4 vjet ti kur komën se ke shkel për me punu najsan. Një asfalt në kamet aty 3 metra, domethënë edhe atë asfalt 4 vjet ka që jemi të prit për me asi që u prish. Na e dimi Vërban, unë jam i Vërbanit. Ti në reqe ujën, së unë jam për Faleminderit, koha e Ti ujën së në kënë reqe, së në kënë reqe as ujën, as Po ndëgjoni, koha e Arsim Ademit. Faleminderit Sokol, koha Arsim Ademit urnor. Për minutën veç shkurt e kam, se më përmeni emnin, Labinat këtu kam punu njerët më herët, edhe gjatë kësaj kohë na kemi punu, edhe ty nuk i ke përcjell, po na kemi lutna, na kemi kritiku vazhdimisht punën edhe mos punën e kryetarit Haliti, po edhe nuk kemi na për me dalë me, na kemi pas edhe punë tjera, kemi bërë punë tjera këtu, sa i përket zotit Haliti për fondin për eficiencën e energjisë që tha, ato projekte që janë bërë komuna ka vetëm 10% që merr pjesë, pjesa tjetër nuk është nga fondi për eficiencën e energjisë që realisht është përmes Ministrisë së Ekonomisë. Në kontrollat e kam të shlume. Kjo tjetër sen. Ju falenderoj, i kemi bu bi 30 minuta vetëm me një temë. Prandaj po ndalte tema e radhës, pyetja bosht e debateve tona është planifikimi urban. Pra përcaktimi se ku kanë me undërtu banesat edhe lagjet e komunës. Vitia e ka të miratu me planin zhvillimor komunal,
edhe ka proces të miratimit hartën zonale. Për këtë arsye, po du me pyet kandidatës sakt në cilat zona kanë me leju ndërtimet në viti, ku e kanë vizionin sa ka dojnë me ndërtu, ku dojnë me bo hapësira gjelbërta e ku me ndërtu. Tash po filloj nga ona tjetër, 2 minutat e parë t'juj sot një haliti. Komuna Vitis nuk e kotë miratum vetëm planin zhvillimor urban, e kotë miratum e strategjinë e zhvillimit ekonomik lokale, do të për 10 vite të ashme, që janë 2 dokumente kryesore që komunën e qojnë përpora, besa përpara shumicës komunëve në Kosovë. Ndërsa në nënën tjetër harta zonale veç janë faktikisht në përfundim e sipër. E sa katë keme leju me qatë hartë zonale? Sa katë? Po etazhitetin në zonën qendrore, natyrisht harta zonale përkthejnë vizionin e PZK-s, planifikim zhvillimor, edhe në rregulla konkrete, edhe në parametra detyrueshëm për përdorimin e tokës. Sa katë janë? Mirë, unë do të përgjigj në konkret jeta, nëse më lejon vetëm. Nëse më lejon, për shkak se ku marr pjesë edhe jam bardh se këtu janë 2 dokumenteve, edhe kam besalla merita në këtë aspekt, për shkak se unë nuk më dhëj komunën me bë 2 dokumente strategjike. Për dallim për shumë komunat që i ke posë, që nuk i kam posë, fatikisht as strategjinë e zhvillimit ekonomik lokal. Në zonën qendrore të komunës është planifikuar zhvillimi me etazhitetin më të lartë, duke arritur deri në P+8. Duke ndjekur siluetën urbane të komunës, parashit një reduktim gradual i etazhitetit nga P+7 dhe P+5 zonat për rreth qendrës. Duke krijuar tranzicion natyrshëm mes qendrës dandër urbane dhe zonave periferike me densitet më të ulët ndërtimi. Qysh i bjen kjo? Kjo i bje për qatë rrugës kryesore brenda zonës urbane ku dominojnë aktivitetet ekonomike, natyrisht afarizmi dhe tregtia është pra poshtë zhvillimi edhe P+5, në zona qendrore P+8. Kallëzom Sokol, a ke naj kandidat për asamble që ndërtues? Jo. Naj financus të fushatës tonde që ndërtues? Mirë. Labinat, sa katë menoni ju me ndërtu mas shumëti në Gjë jeta spari, plani zhvillimor që ndoshta jam prej vetëmit që e kum lexu në vitin 238 faqe, dhe është plan tepër i dopt i shkruar, që nuk përkën në shumicën e rasteve absolut dhe hiç me realitetin, se përgjatë qeverisës 12 vjeçare të SKL-litit janë zonë me mijëra hektar, mijëra qindra hektar të klasës së parë, dytës edhe tretës në viti. Të gjitha ndërtime pa leje. Përgjatë kësaj qeverisje, që nuk përkën prap me planin zhvillimor dhe nuk përkën hiç me asnjë realitet këtij plani zhvillimor, ta dini që në faqen mos gabofsh 83 këtij planit e keni ku zoti SKL-liti i merr do terminologji, kuptohet se u bën me UBT në menatona, ekstrem, më vjen keq për ata profesor, po mësono me shkruaj njerëz. S'po ku me shkruaj mësono. Tepër, domethënë i gjon gabime drastike ku njëna prej tyre është që këta mendojnë me bën komunën policentrike. Ne kemi dëgjuar për qytete policentrike, po s'kisha dëgjuar për komunë policentrike. Bëjmë me mend. Dhe në atë plan zhvillimor është e shkruar që Pozhërani është zonë urbane, Vitinja po na ka dalë edhe Gjylekari. Dhe Gjylekari si zonë urbane në planin zhvillimor nuk është i rastësishëm. Sepse qytetarët mendojnë që është rastësishëm, po nuk ka. Është për me arsyetu kontrabandën e tokave bujqësore të zotit SKL-liti. Ne përkundrazi kemi propozu pikrisht që të kemi të shtojmë zonat urbane, të japim statusin juridik për Drobeshit, Kabashit, Beguncës dhe një pjesë të Ramnishtës. Me qëllim që Vitinja në afat kohor të zgjerohet drejt maleve, sepse qytetet zakonisht zgjerohen në atë pjesë. Labinat, sa kate maksimum? Sa kate keni me leju ju? Katët, në fakt, t'ju them të drejtën, sepse do të bën dallimi mes planit edhe projektit, sepse zoti Aliti është alo me planin në kuptimin si edhe si term, po edhe si mendësi të epokës komuniste. Po ti sa kemi leju? Po është fjala për projekte. Do thotë projektimi i qytetit bëhet bashkarisht në bashkëqeverisje me qytetarët dhe të gjithë aktorët e tjerë. Po veça kena i vizion politik ti, sa kate kishe lënë maksimum? Unë kisha leju, do thotë banimin gjithçka që në këtë zonën, Drobesh e ande le t'i ndërtojnë në sa kate dojnë. Qendra Vitinjës duhet jetë një shesh i madh, një park i gjelbrum, do thotë, sikur them shesh nuk on beton. Sa kat qendra, nëse lejon ndërtesa, sa kat? Qendra, t'ju them të drejtën, nuk më pengon, vetëm më pengon në kuptimin e banimit dhe të leje marrjes. Se nuk është problemi se sa kat është, po problemi i lejes se sa t'u jepet për sa kat.
Po i lejes dhe që ato Po po dhe të pikrisht, vesin. po ky ka Për bërë sa do me dhonë ti leje? ndërtimet Mirë, në ky ka 12 bu, vjet ti e sa do fundit. me dhonë leje? Unë e tham, nuk ka me pas kur ndërtim pa leje. Për katë nuk ka problem, mundet me negociu sepse janë projekte të Po cilët ti edhe me negociuar. 10 katë mundesh me dhonë leje, edhe me 20 katë mundesh me dhonë leje. Po nëse ka fuqi ekonomike. A do me thënë s'ka vitinja, kufi? Nuk ka Mirë. problem. Kallëzom, a ke, Lavinat? Ndërtim nuk e rrezikon qytetarin, A ke i naj respekton kriteret e tjerë. kandidat për asamble që është ndërtues? Absolut. Ka absolut, po ajo? Jo, mërë. Okej. Jo. Edhe naj financus të fushatës tonde që ndërtues? Absolutisht. Jo, apo absolutisht. Jo, mërë. Mirë, bekem koha jote për planin urban të PDK-s për vitin. Faleminderit shumë. Ta do të jemi shumë serios kur flasim për planet urbane të qytetit dhe të komunës, sepse ata orientojnë zhvillimin e komunës, ata orientojnë zhvillimin edhe të mundësive, edhe kapaciteteve, edhe për biznes, edhe për çështje të ekonomisë familjare, edhe për gjitha. Plani zhvillimor Komunës e Vitisë ka pas edhe 2012, por tash është plani më i ri që është miratuar në janar të këtij viti dhe plani zhvillimor mendoj që ekspertat që e kanë bën, grupa e madhe e njerëzve që janë kyç në këtë plan që është ka një kohë gjatë prej drejtorisë urbanizmit e prej gjitha aktorëve që kanë punuar, që ka qenë domo kontraktues UBT-ja, unë mendoj që është një plan që mund të jetë i mirë nëse me asnjë profesionist urbanistik që mund të plasmi shumë, mirë po domethënë unë si antar i kuvendit, sekretar i kuvendit, kam marrë pjesë në gjitha debatet, pothuajse, edhe në përfshat edhe pjesën tjetër dhe kemi kontaktuar me qytetarë dhe kemi marrë përgjithësi pjesën e interesave të qytetarëve se ka orientuar më shumë edhe shtrirja bizneset edhe ndërtimi e kështu me radhë. Kjo domethënë tash kompletimi i kësaj na bëhet përmes hartave zonale. Harta zonale është proces domethënë që është përmes tenderimit. E kanë pas një farë këta që kanë bënë marrëveshje, por ka qenë jo lehtësisht që është lehtësisht përmes tenderimit të bëhet ajo. Dhe është duke u punu harta zonale që përcakton çdo parcele se ku do të ketë zonat e ndërtimit janë caktuar, po ku do të ketë ndërtim, sa do të lejohet çdo parcele dhe sa do të jetë mundësia e ndërtimeve në ato parcele. Kjo domethënë është edhe ligji që tregon për ndërtim, tregon në bazë numrit banorëve sa lejon kapacitetet e ngritjes domethënë të shtatit. Do të lejoni? Komuna e Vitisë domethënë me numrin e banorëve është nën 50.000 banorë, në komune që nën 50.000 banorë nuk ka asnjë ligj që ta lejon domethënë mundësinë e ndërtimeve mbi 8 katë që janë. Kjo është domethënë pjesën e qendrës. A ke financues që është ndërtues? Financues i fushatës? Ja, kandidat për asamble? Absolut nuk kam unë financues fushatës, as biznes, as një biznes, as një pjesë. Faleminderit, Arsim Ademi, koha jote. Fillimisht punë e ndërtim e të qytetit, më mendoj që ajo do të më qenë punë e ekspertëve, se plani zhvillimor që është bërë tash, por pse edhe harta zonale nuk janë bën për ekspertëve të duan, edhe ato është gabime qysh se Lavinoti thotë, po mendon që vetë i lexon senet, po aty ka gabime edhe bazike. Lutna. Aty ka gabime edhe bazike në atë plan zhvillimor, po problemi është që zoti Aliti e ka një hall tash se ky veç tash më ka leju vazhdimin e ndërtimeve të larta, edhe tash duhet me arsyetua atë, edhe po tentojmë përmes këtij plani zhvillimor, përmes hartave zonale më shkurt me legjitimua atë. Sa ato veç janë fakte në realitet, biri është ngutë edhe me dhonjën ose me lejimin e fillimit shumë ndërtimeve tash kohëve të fundit. Një numër i madh i objekte i vënis tash vitin e fundit për shkak se e din edhe këtë që nuk ka me qenë në qeverisje edhe po i shfrytëzon mundësinë e fundit me u kthy borxhin. Në fakt ky ka financues që janë financues të fushatës tij që janë ndërtues, edhe kjo është arsyeja pse ky ka borxh aty në. E tash, unë mendoj që Vitia për shkak se është edhe zonë seizmike, edhe është tokë ranore, duhet me pas shumë kujdes me taxitetin. Po këto nuk jam ekspert, unë sigurisht janë ekspert që duhet me vendos. Hajt masina the që ka financues që janë ndërtues, kush janë ata? A e din? Ka edhe familjes vetë, ka edhe familjes vetë që janë ndërtues. Po ka edhe tjerë. Nuk kisha dashur përmend me emra tash, po ka financues që janë, domethënë edhe në fushën e ndërtimit. Ka njerëz që edhe marrin projekte për komunës edhe janë ndërtues. Para se me shku tutje, ju a keni financues? Jo, nuk kemi asnjë. Asnjë kandidat për asamble? As kandidat për asamble. Edhe s'u kallëzove sa ka ti lejan mu ndërtu? Unë nuk, normalisht unë mendoj që është bërë gabim kur është liu mbi 6 kat,
Po megjithatë kjo nuk është detyra ime përcaktu etazhitetin. Etazhitetin do të më caktojë ekspert. Pra, i bën tim pas, a i hjek që ato që janë marru? Lutna veç ta përfundoj. Vitia është dëmtu kur janë liu ndërtimet shumë koçe për shkak se sidomos zona prej qendrës tashmë ka humba e pamja që janë në përsëri tradicionale që janë rreth maleve, tashmë është blloku pamja, edhe çka do që lejon ose s'lejon tash gati s'është e parëndësishme. Është dashur me kohë me unal mos me liu sidomos mbi P+6 nuk ka qenë me shku. Ka bën ti me ato që janë marru? Ato janë më fakt, edhe është problem me ndryshu diçka aty. Problemi ato dash më ndal edhe mos më lidh me kohë. E ato që kanë leje me i marru qa shkata, ja unë anullon lejet? A i anullon lejet? Ata që janë të ndërtu, nëse nuk kanë leje, nuk lejon. Nëse kanë marrë leje për me ndalu lejet, nuk... Replik, aty s'kuzoj me... Edhe njëra, horta zonale janë instrument zbatuesi i planit zhvillimor komunal. Në ndë, duhet të theksoj se etazhiteti nuk përcaktohet sipas dëshirave apo kërkesave individuale, as kandidatëve, as kryetorit, por në mënyrë profesionale dhe ligjore, duke u bazuar dokumentet e nivelit qendror dhe në norma teknike të planifikimit hapësinor të Kosovës. Në anën tjetër, t'ju them se janë dhënë leje në aty ku ka plan rregullativ urban. Prandaj janë rregullat në fuqi, janë udhëzimet administrative, janë ligjet, por tash këtu i kemi dy pa kuptim. Fal, zëni Aliti 3 sekonda i ka secili, s'ka më shumë labinot, replik. Po vjen mirë që po lexon zoti Sokalaliti, kryetar 12 vjet, nuk e din këto gjona të përmendsh. Thotë që më pas mirë me to. Desha të them që këtu në Kosovë është veç pak se tash po më marr se po këto duhesh më ditë vet. Po më marr kohën, të lutem. Pra, atë që është interesant është se në Kosovë e zëvendëson arkitekti, inxhinieri, eksperti politikonin. E zëvendëson edhe marketingi politikonin. Po këta si politikan kur nuk mirën me punë, nuk mirën me studime. Këta, bënë men, zoti Arsim Ademi prandaj i thash, on është politikan sezonal. On është veç i fushatëv, po nuk on përgjatë viteve tjera. Nuk kanë studime këta vetë nuk bojnë. Sepse eksperti, arkitekti, Arsim Mandej Sokol. Urna. Unë me labën s'ka dash më marrë, me thonë drejtën në rregull është, po ajo që duhet me thonë është që zoti Aliti, përveç përgjegjësisë që ka, edhe për këtë ndërtimet pa leje, ka përgjegjësi edhe për tokat që kanë qenë publike e që janë tjetërsu pa vendim të Kuvendit, veç me autorizim që është dhënë prej tij, për këto mendoj që duhet me pas edhe hetim, sepse është pa drejt, është pa ligjshme. Është një pjesë rreth 1.8 ari që ka qenë pronë e komunës, se që realisht është dhënë, ky ka autorizu kthimin e saj ose shkëmbimin e saj me pronën private, po që kjo procedurë është dashur më kry përmes Kuvendit, jo përmes kryetarit. Ku është ajo tokë? Ajo tokë është aty ku ndërton realisht tash vllai i tij, është rreth lumit atje. Sokol? Me këta shpifje, me këta nivele dëbotë, më muar për shkak se janë këta mund mos bordha të kush vend. A ndërton vllai ju që aty? Në sekondë të tilla, vllai shumicën e herë nuk ka ndërtuar edhe pse është kompani ka herë që ekziston edhe funksionon, jo me urdhën time. Qytetarët e Vitjas e dinë traditën e punës, edhe sa punëtori ka, edhe çfarë niveli ka kualitativ. Por nuk o lidhë me këto që të thonë, kjo është tendencioze. Mirë pa to mund të asborë dikush tjetër, jo këtë deboti të të jeta. Kështu, unë nuk du me në qmuas një kandidat, për dalim pe arsimit që pëthët që s'du më mërë me lobby, në ne i konsiderajt barabartë gjithë. Për shkak se gorës i kemi hitë gjithë barabartë. Që i bjenë, sa dhone nuk jam outsider. Që që përthët taj se s'do t'jetë, mund t'jem nëse vendosen qytetarë të Vitinjës, edhe nëse arrit i bindi me seriozitet me program qeverisës. Veç pak. Arsim, a ke dëshmi për me qunë prokurori këtë rast, nëse po thu që është? Veç po tham, unë besoj që ka me shku kjo, po është kjo parcela këtu që ka qenë pronë komunës, edhe kjo është në rregull me pas kalu për mes procedurat Kuvendit, po për mua është të gjithishme pse s'ka kalu në Kuvend, po është vetëm një autorizim për i kryetarit që kërkon realisht me ndryshu këtë pronë. Është bërë shkëmbim me pronat private, po që nuk guxon me shku pa procedura përmes Kuvendit. Janë ligjet që përcaktojnë këtë punë, nuk është domosdoshmë kjo fonton dëshiras, po është ligje dhe përmes kësaj realisht janë shkel disa ligje. Është shkel ligji për menaxhimin, ligji për qeverisje lokale,
nene 12 dhe 17 është çka lidhje për pronën publike. Ne inkurajoj zotin Arsimademin, zamës ministrin tonë të respektuar, mbi që nuk i bën detyrat e vetat ministrisë që i takojnë si sistem zhvillimor i arsimit në Kosovë. E inkurajoj me çun organet drejtësisë këto aspekte dhe këto fakte të gjitha që ka. Vërtet, jo për mua, por në këtë rast për familjen, për familjen e cila natyrisht është e panvorën, jo tash 30 vite, por që ushtron biznes ndershëm dhe 100 punëtor i bën familjet e tyre. Por unë po të them kështu, ajo mbo tokat publike private. Ato pruna kanë qenë familjes tonë, dajalorëve, kushëreve, ato nuk kanë pruna të Arsimademit, edhe ajo është ndërtuese në Zvicër këto që mbi 30 vite, 35 vite. Kështu që e din gjithë se si punon, sa ndershëm punon me çfarë vendor. Prandaj për këtë aspekt e ka huq krejt, është tendencioze, është nivel i këtij një zëvendës ministri. Jo, nuk është, unë asja kam huq as kur gjë, unë thash, normalisht kishen shumë në rregull nëse këtë prona ishin shkëmby në mënyrë të rregullt që shkon përmes. Mirë, kur e ke kuptuar që si janë shkëmbyer në mënyrë të rregullt? Jo, nuk ka vendim të kuvendit për me u shkëmby këtë prona, se ka raste kur për shkak të nevojave, qoftë komunës, në këtë rast qoftë bëhet shkëmbim, ajo pjesë veç ndrohet veni parcelës edhe ajo pjesë është në rregull, po ajo duhet më shku përmes kuvendit, jo. Mira, i ke qenë në MAPL apo dikon në Ministrinë të Ambientit? Unë tash fundi e kam kuptuar këto, nuk është që kam pas kohë me, ose tash fundi e kam kuptuar këto, tash Labinat? Unë po ja kthej zotit Arsimademi sepse përgjatë qeverisjes 4 vjeçare kjo mirë me mua. Kur kum fol për zonën ekonomike, i ka dalë në krahas Sokolit me një shkrim shumë tendencioz, po më e keq që është vetëm shkrim që e ka bën në fakt për 4 vjet. Se tjerat janë kon Bajram, Pashka dhe Krishtlindje, kum thonë marrët. Mirë po, sot po mirë me tan, sepse e ka pruar Albin Kurtin te zona ekonomike. Domethënë për me legjitimu zonën ekonomike e cila u bën budrik. Po këtu le të kthehemi te zoti Sakalaliti se me drejt. Kjo është pushteti i parë, po kur flet zëvendës ministri, edhe çështë tha, sfundit e ka zbuluar se sfundit e ka nisur mirë me politikë. Se këto janë nivel të asamblesë, nivel të asambleistëve, nivel të kryetarit degës. Dhe ke pas kohë sa dush me këshyr. Koha. Replik. Në fakt nuk i që shumë marë se kjo është për mujtë 6 e tash tutje, unë nuk mujtë më marë para 2 vjetë me këtë. 6 mujtë se mirë. Po në regull, po se marë para 2 mujtë. E para, e dyta. Se mirë me atë punë. E dyta, unë për thamë kur është marë vendimi, autorizimi i kryetarit. Tjetra që thoi... Vendimi për shka? Autorizimi. Ate publiku autorizimin. Autorizimi që kjo? Jo, nuk është absolut. S'po në shkrim të imin kur s'mund me pas. Absolut e ke ullë. Vullë të komunës është në shkrim. E ke ullë se je shpif së zëni. Jo, për shpifje e dënu të zëtë aliti. Për shpifje e dënu të. Jo, ka vendim gjësur për këto. Koha e Bekim Azizit, falni ta ndëgjojmë. Jo, nëse bënë njërë... Veç pak ta japë, mas Bekimit. Nuk është edhe korekte pjesa e gjithësaj që i për shumë minutash dikun edhe nëse e përdor koreksin e ki pa minutash më të vogël. So herë që përmenë femni dikujt ku mja më fjallë. Unë veç më përmenem dikun edhe me bë debat veç me dikan, kjo nuk është në rregull. Unë një po thamë, çështjet e problemeve urbanistike në komunë e Vitis, problem kryesor nuk është çështja e lehtë ndërtimit, është problemi mbi ndërtimeve. Lehtë ndërtimit dëmon në komunë e Vitis dhe ndërtimet pas ligjit fuqi dhe plani zhvillimor fuqi, është në disa zona dhe në gjashka, disa P+4, varësisht prej përgatitjes që është në komunë e Vitis e plani zhvillimor të kaluar. Mirë po. Na duhet problemi kryesor të shqyrtojmë çështjen e ndërtimeve pa leje. Ndërtimet pa leje në komunën e Vitis çdo ndërtesë është e mbikaluar. Mbikalimi do të thonë që është pjesë. Kush ka përgjegjësi? 4 vite të fundit. Përgjegjësinë e ka drejtoria e inspeksionit. Drejtoria e inspeksionit shumicën e kohës e ka vajtë pa drejtar. Le thash, për ndërtime pa leje, të më thonë çdo sen që ndërtohet jashtë leje e ka drejtoria e inspeksionit. Faleminderit Sokol. Gjatë gjithë kohës nuk ka pasur. Megjithatë jam mjedhtori një debati kualitativ argumentues, por shkak se qytetarët e Vitinjës vërtet meritojnë vërtet leadership institucional dhe politik serioz, i cili është argumentues, i cili ndërtimet pa leje, legalizimet, urbanizëm, planifikimi urban, PZHK-n, strategjinë e zhvillimit ekonomik, hortat zonale i trajton në mënyrë të veçantë profesionale ashtu siç kemi trajtuar ne kur kemi konsultuar inxhinier, kompani, debate me qytetarët, kemi organizuar debate në Kovand, por përgjithësi tjetër kon mi gjujt, i gjujnë zotnit që kanë përgjithësi vetë. Faleminderit.
Labinat? Zoti Sakalaliti, për këto vitet e fundit, kur një zyre urbanistash nuk e konsultu aty në viti. Këta e dim, edhe për asnjë projekt, se me pas konsultu, kur nuk i kishe bën atë projekte. E këta e dim. Mos na fol për inxhiniera, për arkitekta, për eksperta, sepse veç me atë punë kur nuk e mirë. Të gjitha vendimet i ke marrë vetë në kryen veti, se me pas konsultu në herë, në inxhinier, në gjeolog, ti e ke kishe kuptu që nuk bon zonë ekonomike në Budrik mas pari. Nuk e kishe bon atë rrugë me kaldrëm, e cila është u bon turpi vitinës. Koha, Sokol? Tash pronat po të përgjesh në përzyrën ekonomike. Se në fakt këto ne bashkë me kuvendin komunal, bashkë me qytetarët, bashkë me qytetarët të Budrikës, qytetarët të Budrikës nuk janë biznesmena. Në fakt ne kemi marrë vendimin e duhur ADK-at pas revitalizimit Morovës, e cila na ka dëmtuar nga vërshimet me bë zonën ekonomike, por në zonën sektorin e lindjes ja kemi arrit, e kemi certifikuar, e kemi bërë infrastrukturën, besa disa kanë kundërshtuar që s'ka dhe rrugë, por ne kemi posë dhe kemi bërë dhe rrugën, gjithë infrastrukturën dhe me vendime institucionale janë përzgjedh bizneset që kanë filluar të ndërtu themelët e fabrikave. Të vazhdu tutje me replika, pa shku te tema radhës për arsim. Po du me nis me ty bekem temën e arsimit. Mas aksesh, sa shkolla keme mujt me i pilotu për mësim gjithë ditor në 4 vitet e ardhshme, koha jote? Çështja e arsimit do të thonë është çështje që duhet të kushtojmë kujdes të jashtëzakonshëm gjatë kësaj pjesës mandatit në nivelin e ngritjes së cilësisë, jo në shtim të objekteve shkollore, se numri i objekteve shkollore në komunën e Vitisë për shkak numrit të rënies së nxënësve është e mjaftueshme, mirë po do të ketë mundësi që të japim mundësi më shumë të menaxhimit, kthimit disiplinave dhe me fillimin e pilotimit edhe të shkollave gjithditore. Do të fillojnë në qytet, të bëjnë dhe të fillojnë në qytet se nuk ka mundësi në gjithë komunën e Vitisë të shkojnë me mësimin gjithditor, po do të fillojnë në qytet, në njërin shkollë të qytetit që është fillore dhe të pilotojnë domthonë varësisht prej kapaciteteve. Shkollat e shkurtë e Vitisë ka mundësi më shumë, ka lokale më shumë, objekt më të mirë që mund të fillojnë prej aty duke shkuar domthonë në shkolla që kanë numër nxënësve më pak dhe kanë hapësira më shumë dhe kodër të asona të japin mundësi që të krijojnë mundësi të pilotimit të shkollave. Sa drejtori do t'ja jepni grave nëse ju bëheni kryetar? 40 deri në 50%. Faleminderit. Labinat, sa shkolla kemi pilotu? Atëherë, ne kemi jeta, siç e thash më herët, të vetmit që kemi bën nivel Kosovës studim për mbi sistemin arsimor. Them studim serioz akademik. Pra, nga ky studim serioz akademik kemi kalu në aspektin e politikave arsimore dhe jemi fokusu tek arsimi në viti. Dhe për këta muj me fol gjanë e gatë gjithashtu kolektive, sepse prej kësaj reforme u vjedh, bile Lumir Abdigjiku e ka vjedh, reformën tonë edhe ka shpalos pjesërisht atë, po nuk e di ke bashmirë se ç'është funksionon, se ka studiu vetë. Sa shkolla me plan fondin? Ne do të bëjmë një ristrukturim total, prandaj nuk mund ta shtjelloj me 30 sekonda, sepse është çështje shumë komplekse. Shkollat prej klasës 5 deri në klasën e 9 do të mblidhen në 2 shkolla kryesore, një që është për Zheran, edhe një do ta bëjmë në Viti, do të thotë të gjitha këto shkolla do të mblidhen aty. Me mësim gjithditor? Me mësim gjithditor. Jemi të parë që kemi propozu, jemi të parë që kemi thonë. Një gjë tillë e keni të shpalosën që është 2022 në tetor, nëse doni saktësisht datën. Mirë, faleminderit për çato. Veç kallëzom Labinat edhe sa gra drejtoresha i kishë boti nëse bosh kryetar? Unë dëgjoni, unë jam i flakt, militant i flakt pas barazijës gjinore, po jo pas asoj barazije me kuotë. Kështu që çdo grua e cila e ka kapacitetin dhe kompetencën do ta ketë të drejtën të barabartë për të kandidu dhe për qenë drejtoresh. Pra, në aspektin e kotës mund të rrimin 50%, po mund të jenë edhe 70%. Faleminderit. Arsim, sa shkolla ju do t'i shtini mësim gjithditor? Velimisht do të me përgjithë shkollat që kanë numër të do mund që kanë hapësinë, se në moment shumica e shkollave punojnë me 2 ndërrime. Edhe nëse të shtin mësimin gjithditor në këtë rast është problem. Mirë, e sa shkolla menon që keme mujt? Ne fillojmë që duhet me pilotu fillimisht me 2-3 shkolla, e pastaj gradualisht me u rrit. Mendoj që kjo është alternativa e duhur, po kjo është veç një se për
fillimin e mësimit gjeditor janë disa parakushte, një prej tyre është edhe çështja e ushqimit. Për shkak se nëse fëmijët na kemi edhe planin tonë që përmes çerdheve, domethënë ushqimit që përgatit për çerdhe, në kuadër të me përgatitur ushqimin për shkolla me shpërndan ato shkolla ku kemi mësim gjeditor. Po fillimisht në thash do të përmirësoj infrastruktura, me u kriju kushtet në disa shkolla duhet edhe zgjerim i shkollave për me arrit me Edhe Arsim, sa gra i kështë bo drejtoresha nëse ti bohësh kryetar? E para punës është duhet me respektu kodën do në bazë ligjit, pjesa tjetër është do tjetë në bazë Qyre, ligjit thot 50%? 30%. Jo, ligji për asamble edhe kandidate për asamble, kandidate për deputete, thot 30. Ligji për barazit gjinore, thot 50. Na nuk e kemi probleme me 60. Problemi është që na me atë kotën minimale duhet me respektu. Pjesa tjetër varësisht prej nevojave se tash na nuk e dim se në cilën drejtori ku çfarë profili kemi. Faleminderit. Sokol, sa shkolla kemi i shti në mësim gjeditor nëse bosh kryetar? Natyrisht 3 shkolla, por para se mi përgatit, se për shkak se hapësirat i kom përgatit vetëm 3 shkolla, shkollat fillore në Vitinje dhe shkollën fillore në Pozhoran, por në anën tjetër ne do të bëjmë kuzhinë funksionale dhe mas për përgatitjen dhe shërbimin e ushqimit, gjithashtu do të jetë ushqimi balancuar dhe i kontrolluar higienikisht, natyrisht pajisje me certifikat nga institucionet përkohëse, por hapësira për shembull aktivitetet lira do të jetë me staf shtesë, edhe kuzhinier, edhe servuese me gjitha janë punë që do të mi bo për nivelli qendror do të më na ndihmon këtë aspekt. E zëvendës ministrin e Ministrisë së Arsimit e ndëgjova eksplikimin për strategjinë e arsimit për komunë, kur po ndëgjoj vërtet po më shokon, për shkak se po flet për bujqësi, a unë kur komponon bujqësia në sisteme zhvillimor, bujqësisë në Kosovë, kur kom ndërtu plantacione, edhe fidanisht e pej Kamenitës deri Ferizaj, ky fatikisht nuk e ka pa atë fjalën fore. Prandaj ne të flet tash për hapësira shkollore, për mësim gjeditor, në të krijon mundësi dhe hapësira, në të investon e mos vjen më pengu në progresin e Vitinjes edhe në aprimin e madh drejt qytetit të forta. Bo drejtoresha nëse bohësh kryetar? Unë në fakt ju e dini që 40 i kum pos 50 natyrisht, për shkak se 50 i kemi pos, por njëra ka shku jashtë, sërish do ta rikthejmë, por ndryshe kuota përfaqësuese është me 30. Por edhe kuotën përfaqësuese ne kam përmirësuar në listë 42%. Okej, faleminderit. Replik Arsim Ademi. Jo, është mirë është që në Pozhoran pas ka vendos me bë mësimin gjeditor me nxjerr hakun atë në fëmijëve që i ka marrë me 20 minuta ora më herët, edhe ky nuk e ka kriju atë hapësirë, po do të më pranoj që këtë hapësirë e ka kriju në fakt qeveria edhe përmes edhe ministrit të arsimit. Zëvendës ministrit në këtë rast, se sa për ton ky ka qenë pengesa e kryerjes së shkollës. Sokol, lutem mos ndërhyj, ta jap fjalën. Ju nuk jeni be investitori asaj shkolle? Ka qenë për fillim ministria. Po ti thu gjithmonë që je se në fakt nuk je konkord. Është debati konsumum. Jo, nuk është i konsumum, se kur njëri ka vërtet publike do të me... Hajde, Labinat, mas e bekim. Ata që do të me ditë në mund qytetarët e Vitinjes dhe ne, si që thash më herët, kemi qenë të partë që kemi shpalos para Vitinjes, sepse nuk e kanë ditë shpesh, ose sepse e kam shef kjo zotëria, në mund gjatë gjithë kohës përmes strukturave dhe përmes heshtjes së mësimdhënësve. Mirë po, raportin nxënës, mësimdhënës edhe personel në Vitinj është 8 edhe 7 varësisht se qysh e mosim. Thotë, sot janë 7 nxënës për në raport me mësimdhënësët në Vitinj. Pra, zoti Arsim Ademi nuk është informuar për ka sa dush hapësira do thotë shkollave në Vitinj, sepse numri i nxënësve prej 2013-s, ja ku i keni statistikat se kena mbledh vetë, dhe e kisheni kurbat. Dhe zoti Sakalaliti gjatë gjithë kohës ka shku për të bëj klientelizmin etik politik. Faleminderit Labinat, Bekimi e ka fjalën. Mësimdhënës, edhe pse ka ditë që nxënësat janë në ramje sipër. Mirë, Bekim. Problemi kryesor është që në komunën e Vitinjes që një muj nuk ka mësimi për mbi 30 norma të mësimdhënies, të cilët përmes konkurseve të cilat janë shpallë
janë anullu, kanë fillu problematikat me zyrën e personelit, sepse ti i ke anullu, sepse ti i morë me këto gjona, dhe sot dëmëllon që një muj janë ofër 40 norma, bi 30 norma që nuk morët e mësim në gjitha shkollat e komunës Vitis. Në nxënësit për klasës 1 deri në 4, ku nuk ka mësos, rrinë në shpe, dërsa klasët e lëndëve mësimore, ato janë gjitha me pauza. Kjo është dhe më shqesimi maj madhë që është duke ba. Shpjegoj se njeri po thëtë shkojnë në vend punës. Njeri po thëtë se ko suficit, tjetëri ko deficit. Regullat në fuqi përcaktojnë lojën atë pranimit konkurset punëtorëve, vendeve të vakonte dhe plotësimin e tyre. Prandaj janë institucionet ato që janë fatikisht implementuese të ligjit në fuqi për bashkërinë me ligjin e veçorisë lokale. Se ka anullu konkursin. Për debatin e Vitis. Në intervist të bëmë simdhansit ditën e nesëme. Ju falenderoj që morët pjesë. Një orë është për çdo debat. Kjo ishte debati i Vitis. Faleminderit që asë njeni s'jeni dezertor, krejt keni marrë pjesë. Kjo është e mira për këtë komun, edhe komuna tjera ku vinë të gjithë kandidatët edhe asë njoni së dezertor. Deri në emision në radhës nesër në ora 7, neve për debatit Vitis, natën e mirë.